Selamu alaikum, të nderuar kudo që jeni, uroj të jeni shëndoshë mirë, uroj shpresoj t'i kalojmë disa minuta së bashku, dëshiroj të prek një temë që nuk është as pak e re, është e stërvjetruar, një fenomen, një dukuri që nuk është as pak në përputhshmëri me fjalët e Allahut, me shpalljen e Allahut, me Kuranin fisnik. Kush është ky fenomen dhe kush është kjo dukuri? Kjo dukuri është dukuria e çfaqjes apo e krijimit, e themelimit të methebeve, të sekteve, të grupeve. Por pyetja këtu është se këto methebe, këto sekte, ku e kanë zanafillën? Zanafillën e kanë që nga vdekja e pejgamberit të Allahut. Me përfundimin e shpalljes së Kuranit, ditët e pejgamberit të Allahut në këtë tokë janë të numëruara. Pra Allahu dal nga dal po e përmbyll shpalljen e Kuranit pas gati 23 viteve, 13 në Mekë dhe 10 vite në Medinë. Dhe shpallja e Kuranit do marri fund atëherë kur pejgamberi Allahut i ka sqaruar të gjitha që muslimanët nuk do të kenë mundësi para Allahut ditën e gjykimit të thonë: o Zot, po nuk e kemi ditur se pejgamberi Allahut këtë nuk na e ka sqaruar. Dhe shikoni cili ajet e vërteton këtë. Spari e vërteton çështjen e lindjes, themelimit, shfaqjes së methebeve, përçarjen e muslimanëve në sekte, në grupe, në methebe, dhe i dyti element është elementi i çfajësisë, ta them ashtu, të profetit të Allahut, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi te. Pse? Allahu në surën El-An'am, sure me numër 6 në Kuran, në ajetin 159 na thot neve, muslimanëve, se me të vërtet, fillon ajeti kështu në këtë mënyrë, me të vërtet ata do të përçohen në grupe e në sekte të ndryshme. Por, ti, o Muhammed, ti, o profeti im, o i dërguari im, me ata nuk ke asgjë të përbashkët. Kur do të vijë koha që ata të kthehen tek unë, e kthimi i tyre do të jetë tek unë, thot Allahu, unë do të gjykoj mbi ata. Pra, elementi i parë është se e vërteton Allahu me Kur'an se ne, muslimanët, do të përçohemi pas vdekjes së pejgamberit. Ç'kemi sot? Këtë. Jemi të përçohem në qindra sekte, jo marrë në 73, në 73.000. I dyti element, po në këtë ajet, është se Allahu i madhnueshëm e shfaqson profetin e tij. Çka do të thotë? Se profeti e ka kryer misionin, i ka kryer detyrat e tij, që i ka pas të obliguara nga Allahu. Dhe Allahu i thot: ti mos u brengos, se ti me ata nuk ke asgjë të përbashkët. Me thonë, nëse ata përçohen në sekte e grupe, në methebe, në tarikate, ti Muhammed, hiç mos tani, se ti o pejgamberi im, o profeti im, o i zgjedhuri im, ti e ke kryer misionin tim për mrekulli shkëlqyshëm. Ata do të përgjigjen direkt tek unë. Prandaj, vetë fakti se ti del edhe lavdrohesh se i takon methebit XY, në vetë këtë fakt ta dish se ekziston një vërejtje hynore
që është direkt nga Zoti i gjithësisë, dhe që gjenden në Kuranin fisnik, e që ti si musliman e ke libër dhe e ke obligim që ta besosh, bile edhe librat para Kuranit e ke për obligim ti besosh, përfshi librin e Musait, librin e Isaut, librin e Davudit, e kështu me radhë, fletushkat e Ibrahimit a.s. Dhe këtë libër që ti e ke obligim të besosh për të qenë musliman, është kush Kurani fisnik, dhe po në këtë Kur'an është ajeti ku ta tërheq vërejqen ty dhe mua, dhe neve të gjithë muslimanëve në botë. Për çka? Që të mos përçohemi në grupe, që të mos krijojmë methebe, që të mos krijojmë sekte, por të mbetemi musliman të përkushtuar ndaj fjalës së Allahut dhe ndaj urdhrave të tij, pa krijuar lloj-lloj methebesh, tarikatesh, e sekte e grupe. Dhe çka? Më pastaj, ky metheb e ka tamam, ky metheb se ka tamam. Dalën ato hoxhallarët e Fendiler, hoxhallar sunit, po e them kushtimisht, se nuk janë më të mirë as ata hoxhallar shit, dhe çka thonë? 4 methebet janë hak. Subhanallah. E di çka i bjen kjo në Shqip. 4 shkollat juridike, 4 sektet janë hak, janë të vërteta. Ma tregoni, unë kam studiu teologjin islame, kam ba master në Universitetin e Friburgut në Zvicër. 4 vjet kam studiu teologji islame. Nuk kam mund të gjej një ajet Kurani ku Allahu neve në Kuran në thot besojeni Ebu Hanifen, Malikun, Shafiun, Hambeliun, Ashariun, Maturidijun, Ibn Tejmijën, Ibn Gjauzijën, Selefijën, Vahabijën, Sufijën, Asharijën, Maturidijën. Dhe të dini, pas pejgamberit tim, ju duhet t'i besoni këto se janë hak. Çka na thot në Kur'an? Në Kur'an na thot për kulluni, nënshtrohuni Allahut dhe pasojeni profetin tim. Dhe vjen Hoxha Efendi edhe çka thot? Pa e sheh që në Kur'an, Kur'ani e vërteton se ne duhet të ndjekim hadiset. Po Allahu i madhnueshëm nuk më thot më në Kur'an, ndjeke Buhariun, Muslimin, se janë hak, janë sahih. Ndjeke më thot profetin. Po si, po ju thot muslimanëve të parë që të ndëgjojnë kur ai ja u transmeton, e bën ndërmjetësimin e ajeteve të Kuranit, që nga shpallja direkt nga Zoti, nëpërmjet Gjibrilit, melekut Gjibril, tek Muhamedi a.s. Dhe Muhamedi a.s. çka? Për mision e ka që këtë ajet të shpallur që u sqaroj muslimanëve në tokë, besimtarëve që e ndjekin dhe që e besojnë. U kuptuam? Dhe këtu është poenta. Këta adresatët e parë që ndëgjojnë për të parën herë, që janë me to dhe jetojnë me to për së gjalli, duhet ta pasojnë atë, t'i shkojnë atë i pas, ta ndëgjojnë çka ju thot, ta mban mend, ta regjistrojnë, dhe të mos përçohen në sekte dhe në grupe. Dhe ja u shpallën ajetin në surën El-En'am dhe ju thot, mos përçoheni në methebe e në sekte e në grupe. Pasi që ju erdh çka? Shpallja bre. Dhe në ajetin 103 dhe 105 të surës Ali Imran me numër 3 në Kur'an, Allahu na thot. Në ajetin 103 na thot, përsëri na e tërheq vërejqen duke na thonë, kapuni për litarin tim dhe mos u përçani. Litar këtu Allahu për qëllim e ka Kuranin e tij fisnik.
Në ajetin 105 vazhdon dhe në thot, dhe mos u përqani si ata që ishin para jush. Dhe pasi që ju erdhi shpallja, ata u përqanë në sekte e grupë. Dhe ti del dhe lavdrohesh me sektin me methebin të cilit ti takon. Do të pyetësh para Allahut, wallahi, pse? Ku Allahu do të pyes, a nuk të mjaftoi Kurani im? A nuk të mjaftuan ajetet e mia të Kuranit, por ju shkruat libra pas Kuranit. Dhe ato libra që i shkruajtët me dorën tuaj i shpallet për të vërtet. I shpallet për sahih, se unë jam këtu në mal, dhe nëse dikush kalon do t'i bëj rrugë. A më kuptoni? Pra, Allahu na shpalli Kuranin, e ne të menqurit e botës, akoma pa ju tha vari, jo bar, akoma pa e dërguar në var, pa e mbuluar me tokë, me dhe, pa e lëshuar në dhe, trupin fisnik të dërguarit të Allahut, sahabet, edhe njëherë, sahabet regjistroha dhe kundi. Çka bon? Tek ajo obori, ose tek shtëpia ati sahabit Ansari, Medines, ata banin konferencë, kurse këtu, pejgamberi Allahut ishte duke dhënë shpirt. Dhe në shtratin e vdekjes së tij, apo pranë shtratit të vdekjes. Kush ka qenë në dhomë? Vetëm familja e tij. I kam thënë disa, Ali ibn Abi Talib, Fatima, Hasan i vogël, Husein i vogël, Zenepja e vogël. Dhe pejgamberi Allahut e jep shpirtin në preherin e bijës së tij Fatime. Pik. Mos ndëgjoni gënjeshtër. Basta. Në Kur'an i keni të gjitha. Dhe para kësaj ngjarje, para se pejgamberi Allahut ditën e fundit të ndrojë jetë, ai i përzuri nga dhoma e tij sahabët, të cilët erdhën gjoja në zjaret, gjoja për vizit, por ja filluan fesatit me njëri tjetrin, kacafyqës sa që zëri i tij u bë aq i lartë, i padurueshëm, sa që pejgamberi Allahut i përzuri nga dhoma. Por, para se t'i përza, ju kërkoi diçka të shkruaj. Dhe njëri nga sahabët që më vonë do të bëhet kalif, çka tha? Në prani të pejgamberit, akoma ai, gjallë. Dhe në prani të pranishmeve që ishin në dhomë, mos ja varni, tha veshin pejgamberit, se ki nuk o mon këtë dinja, s'di çka flet. Si musliman, ti duhet ndalesh të pyesësh kur e lexon këtë artikull. Kur i lexon këto hadise, ndalu bre, edhe vëne në pikpyetje që këtë punë, edhe thuaj çka? Pejgamberët e Zotit i lin ka menja, para vdekjes ata qenë kanë çatalla, s'qenë kanë mon men, dërdiment. Shkon kjo. Po Allahu i madhnueshëm e zgjedh pejgamber mangupin, gilipterin, kurvarin, komarxhin, budallën, hajdutin, vrasin, maskarend. Kanë e zgjedh Allahu i madhnueshëm për profet. Njerëzit më të mirë, njerëzit më të zgjedhur, njerëzit më të urtë, më të mençur, më të rima, më besnik. Ata be i zgjedh pejgamber? Nuk i bën pejgamber leshat? Pasvere, o gilipter. Dhe krenohesh e lavdrohesh se je Hanefi, se je Maliki, se je Shafi, se je Hambeli, se je Ashari, se je Maturidi, Vahabi, Selefi, Ehli Sunna vel Gjema, tarara, marara, tralala, subhanallah il adhim. Ore, ti duhet lavdrohesh me librin e Allahut, me Kurani, që të ka veçuar Zoti dhe të ka dërguar për së fundit herë, e ka përmbyll shpalljen e tij
e ka përmbyll vargun e profetëve me Muhammedin a.s. dhe me librin e tij fisnik, Kurani. Me këtë krenohu. Mos u kreno me librat që janë shkruajt pas Kuranit, pas vdekjes së pejgamberit 150 vjet. Po Allahu do të pyes me ditën e gjykimit. Ore, a nuk u mjaftohet me librin tim që ja u shpalla? A nuk u mjaftohet me pejgamberin tim që për 23 vjet ja u sqaroi librin e Allahut, e ju pas vdekjes së tij filluat të shkruani libra, të shpifni e trilloni hadise mbi të? Do të pyetesh për këtë. Me mia hadise ka që janë të trilluar, që janë të sajuar, që janë aty, ose që u vendosën aty, u shkruajtën, vetëm sa ashtu deshtën kalifat, emirat, sultanat, vezirat, guvernerat musliman. Allahu tha mos përçahen në grupe dhe në sekte. E ne u përçahem. Ka arsye tim kjo? Asnjëherë. Me çka dush, Hoxha Efendi? Hoxha Efendilerat vetëm mundohen që të arsyetojnë me thebet e sektet. Le të vazhdojnë, por dita do të vijë kur të parët ata duhet të përgjigjen Allahut pse i përçahen muslimanët.